Livia Brunga mori vëmendje të madhe me paraqitjen e saj në edicionin e 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Përsa ko ishte brenda shtëpisë, nuk u la pas edhe marrëdhënia që ka pasur me Mevlan Shabën, pasi ajo bëri disa deklarata shumë të forta. Pas daljes, Bukurosha është rikthyer aty ku mori famën, në programin e dashurisë. E pyetur nga moderatorja nëse ka marrë fund çdo gjë me Mevlanin, ajo ka qenë mjaft e prerë. Po, tani momentalisht mund të them që ka marrë fund, u shpreh ajo. Më pas ju ndërrua pyetja duke i thënë nëse është akoma dashuruar në të. Dashuruar është fjalë shumë e madhe. Jam e dashuruar vetëm me veten, nuk gënjej fare, theksoi ajo ndër të tjera. Siç e la të kuptohet, marrëdhënia e tyre ka ngelur pezull nga të dyja palët, ndërsa Mevlani nga ana tjetër preqet të bëhet baba për herë të parë.